Përshëndetje. Në përgjigje të kërkesës zyrtare të Partisë Demokratike me objekt dhënie informacioni, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve paraqiti listën me emrat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste, të cilët kanë deklaruar pezullimin apo dorëheqjen nga funksioni përkatës nëpërmjet deklaratës të pranimit kandidimit sipas modelit përkatës të miratuar. Konkretisht, sipas KQZ, janë deklaruar të pezulluar apo dorëhequr nga funksioni vetëm 35 kandidat nga lista e plotë e kandidaturave të Partisë Socialiste. Partia Demokratike po ndjek me vëmendje zbatimin e detyrimeve ligjore për të gjithë kandidatët dhe jo vetëm për këta 35. E në këto kushte, së pari, ju ridrejtua KQZ-s për të verifikuar lishmërinë e kandidimit për të tjerë zyrtar të lartë, të cilët nuk janë pjesë e listës me këta 35 emra të administruar nga KQZ, duke mos konsideruar standardin ligjor. Së dyti, në përmbushjet në 69 kushtetutës dhe sa i takon kodit zgjedhor si ligjet supreme mbi gjitha ligjet e tjera dhe përmbushjes së 63.4 g të tij, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë taksative heqjen dorë si detyrim ligjor që duhet përmbushet nga secili kandidat dhe nuk ka lënë asnjë hapësirë opsionale si pezullimi që nënkupton ndalimin përkohësisht të funksionit ose ndërprerjen e tij për një farë kohe për të rikthyer në detyrë në pamundësit fitores së mandatit deputetit. Prandaj, për secilin kandidat i cili ka zgjedhur pezullimin mbështetur në dispozitat të tjera ligjore që nuk prevalojnë mbi kodin zgjedhor dhe as kushtetutën, ku citohet shkurt dhe qartë heqja dorë, Partia Demokratike kërkon nga KQZ të mos trajtojë si të barazvlefshme heqjen dorë me pezullimin dhe të përjashtojë kandidatët për këto arsye. 1. Mosbatimin e 69 kushtetutës. 2. Mosbatimin e 63.4 g të kodit zgjedhor. 3. Mosbatimi udhëzimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 2 datë 22 janar 2025. 4. Mosbatim të deklaratës për pranimin e kandidimit. 5. Parandalimin e përdorimit të aseteve dhe burimeve njerëzore të institucionit për qëllime zgjedhore, sipas anit 91 të kodit zgjedhor, cilësuar njëkohësisht si vepër penale e parashikuar nga neni 328A i kodit penal, nga kandidatët e njëkohësisht titullar të padorëhequr, por të pezulluar momentalisht me potencial rikthimi pas rezultatit zgjedhor. Kategoritë e funksionarëve shtetëror të përcaktuar në 69 kushtetutës nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen deputet pa hequr dorë nga detyra. Mandati i fituar në kundërshtim me sa më lartë është i pavlefshëm, ndaj dhe Partia Demokratike po ndjek e do vijojë me secilin rast. Faleminderit.